A ka në SPAK agent të FBI-s apo qofshin ata edhe konsulent apo ekspert që japin ndihmën e tyre si dhe izraelit apo dhe britanik siç është përfolur ditët e fundit? Unë nuk e besoj që të ketë këta agent të cilët mund të vinë për të dhënë ndonjë mendim, por nuk besoj se janë në kohë të plot atje. Unë gjithmonë shprehem dhe them që të vetmen mënyrë që duhet punojnë agentët tanë të Birojës Kombëtare të Hetimit, duhet të nënshtrojnë ligjit ton procedurial penal dhe normalisht të marrin një uri profesionale që të kenë mundësinë të japin kontributin e tyre për zbardhjen e ngjarjeve të rënda kriminale dhe korruptive. Por në rast se kemi edhe agent të huaj, për çfarë shërbejnë? Shërbejnë për të zbardhur abuzime që mund të kenë bërë politikanët tanë jashtë shtetit, për të zbardhur pasurinë e tyre që mund të kenë jashtë shtetit, për të zbardhur ndonjë konflikt, si ishte rasti me Golingan, i cili u akuzuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pritet për të rihapur. Këto janë pikpyetje të cilat besoj se në një moment të dytë patjetër që duhet të reagojë jo vetëm SPAK-u, por edhe drejtësia amerikane të na thotë në të vërtetë kryeministri i vendit ton është i përfshirë në një rast të tillë duke kërkuar shpalljen non grata të dy personaliteteve të politikës shqiptare, një të Tom Doshit edhe dy të Sali Berishës, sepse në rast se kemi të bëjmë me një rast të tillë, zoti Rama do të thotë që ka bërë një vepër të rëndë morale, sepse nuk ka goditur nëpërmjet skenës politike Berishën dhe Tom Doshin, por e ka goditur në mënyrë shumë tinzare duke i goditur me 9 grada, sepse mos harrojmë faktin se shqiptarët sot, akoma dhe sot, besojnë që po Amerika të donë, normalisht edhe unë do të votoj, por zoti Berisha bëri diçka shumë të sinqert dhe ka ndihmuar në një farë mënyre çdo person i shpallur non grada, sepse ai bëri një pastrim të pastër që tha: unë do luftoj për non gradan sepse nuk është çështje individuale, por është çështje e cila ka të bëjë pikërisht me politikën e brendshme. Asnjë agent, asnjë ambasador nuk mund na diktoj kë do votojmë ne si qytetar shqiptar. Por në rast se agentët FBI-s, izraelit apo të tjerë vinë në vendin ton për të asistuar në institucionin që ne kemi miratuar, pra edhe Shqipëria, edhe shqiptarët e kanë miratuar reformën në kuptimin jo drejt për së drejtit, por tërthorazi, që e kemi votuar në një farë mënyre pa na pyetur askush, duke mos reaguar, pra vetëm duke heshtur, normalisht, por duhet kapur ai i cili ka shkelur ligjin, ai i cili ka abuzuar me ligjin. Kush ka abuzuar me ligjin, normalisht duhet të përgjigjet, po jo në Shqipëri. Rasti me Golingan, duhet ai i cili ka paguar e ka korruptuar atë të shkojë të ekstradohet menjëherë në Amerikë dhe të i vendosin prangët në Tiranë, dhe ai i cili ka bërë shkelje, derisa ne na pëlqen apo e duam frymën edhe demokracinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, mos gaboj, Shtetet e Bashkuara të Amerikës përbën nga 50 shtetet, mos gaboj, normalisht edhe nga 50 shtetet, ne duam gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, prandaj quhet Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por, mos gabojmë diçka, edhe duhet të themi, por derisa ne duam gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në disa shtete aplikohet karrikja elektrike, që do të thotë personat që kanë abuzuar me pushtetin, personat të cilët kanë abuzuar me taksat e amerikanëve, pse jo mos të shkojnë derisa e dashurojnë Amerikën në shtetin kur aplikohet karrikja elektrike, sepse edhe Amerika është një vend demokratik, ashtu siç thonë shumë njerëz, të cilët unë nuk e besoj këtë gjë që karrikja elektrike është gjë demokratike, por përderisa ata
përbetohen nga mjesit deritar për Amerikën dhe e duan shumë partnerin ton amerikan për shkak se është ai ose ato shtete të cilët përbën Shtetet e Bashkuara të Amerikës të shkojnë në karrike elektrike dhe të marrin përgjigje aty për aty. Pra ju po thoni se Edi Rama në pret karrike elektrike në rastin e dyshimeve që mund të jeti përfshirë në aferën e korruptimit të ish agentit të FBI-s Charles McGonigal? Kush kanë tentuar të prish demokracinë në Shqipëri duke përfituar për interesat e veta, përderisa ka një dashuri të verbër për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që nuk është një shtet, përbëhet nga shtetet, normalisht unë do t'i thoja për cilit do qoftë ai që karrike elektrike të pret përderisa ke minuar demokracinë në vendin ton, se nuk mundesh ti ose të tjerët të paguajnë të huajt që të na shpallin në non grata që ti të rish akoma të mbi zotrosh në një karrike që nuk e meriton, se në rast se ne kemi meritokraci në këtë vend, normalisht unë nuk besoj se Rama, Meta, Veliaj, Basha e të tjerë do ishin në karrike të blera nga jeta e tyre nga mjesit deritar duke parcelizuar Shqipërinë, sikur nuk ka njerëz të tjerë që të japin këtij vendi shpresën e duhur. Prandaj them, edhe shoqatët jo fitimprurse që kanë marrë lek nga Usajdi, edhe analistët që kanë marrë lek nga Usajdi, edhe avokatë që kanë marrë lek nga Usajdi, edhe nga shoqatët të tjera. Duke bërë si ku por bën punën e shoqatave dhe duke dalë dhe duke goditur vetëm opozitën dhe asnjëherë Partinë Socialiste. Dhe këto avokatë që dalin godasin prokurorin Dado dhe jo Spaku në tërësi, sepse kur t'i dalin ai luftë për PD-n, normalisht do i kurajojnë lavazhierët Spakun dhe duke e konkluduar këtë që po them unë, edhe për këta dhe jo vetëm derisa i duan Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po ne nuk mund të pranojmë që duam Shtetet e Bashkuara të Amerikës që nuk aplikojnë karrikën elektrike. Pra ne duhet t'i themi që përderisa doni Shtetet e Bashkuara të Amerikës që përbën nga shtetet e tjera, prandaj e përsëris edhe një herë, e marrin paketë të gjithë bashkë, që do të thotë gjë më e bukur dhe e mundshme, karrikja elektrike jep përgjegjësinë penale e atyre që duan Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk them asgjë të keqe. Kush do Shtetet e Bashkuara të Amerikës e pret karrikja. Shumë e thjeshtë. Berisha deklaroi një ditë më parë se kryeministri Edi Rama ka shkruar një mesazh në kryeministri, në zyrën e tij, teksa ju referua asaj që në vitin 2019 kryeministri Edi Rama i drejtohej Berishës duke i thënë se a mundesh do ta kalosh oqeanin. Dhe tashmë Berisha duket sikur po i çon të njëjtin mesazh Edi Ramës. Në këtë rast, Edi Rama e kalon dot oqeanin për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo Donald Trump ja ka hequr vizën? Së pari, oqeanin e kaloi Sali Berisha. Për ata që din ta kuptojnë. 9 grada u ul niveli. Vulën e mori. Çfarë mbetet? Në rast se do të fitoj zgjedhjet, do ta shikoj me datën 12-13 maj. Përsa i përket zarfit, të them vërtetën, nuk e kam dëgjuar nga Berisha, e kam dëgjuar nga korridore të tjera, nga burime të tjera, që ekziston një zarf